do presë edhe mirë të kemi përgjigje drejt për drejt, po që mos të ndryj. Në radhë parë faleminderit për ftesën, e vlerësoj jashtëzakonisht. Siç vlerësoj që ju jeni ndër të paktët politikanë shqiptarë që jeni duke lëvizur. Se problemi të mërshëm është që jemi në stagnacion, jo vetëm politik. Duke referuar temave, cilat ju na keni nisur për të biseduar, përputhen me ato që janë të shqetësimet ose prononcimi publik, dhe me shumë modesti do t'jap mendimin tim. Thjesht për i batut fare miqësore, po kur ne kemi qenë në vitin 90, kishte shumë mjek edhe shumë pak analist. Tash një mjek shoh që është vetëm aty. 2, mrekulli, por shumë analist. Pse e bëj këtë batut? Të gjithë ne kemi këndvështrim për situatën dhe e shohim qoftë nga interesat, qoftë nga niveli ku ndodhemi. Ajo që na duhet sot, dhe sidomos në një tryezë të tillë që është politike, duhet zgjidhja. Pra, nga bisedat që dëgjuam dhe që besoj që edhe do të jenë, besoj që gjithë jemi ndërgjegjësuar që situata më keq se kaq mund të ketë qenë 89-ën, për ne që jemi më të rritur rriti. 89-ën ka qenë kjo situatë në Shqipëri. Pra, dyqanet bosh si në Kubën sot, asnjë perspektivë politike, asnjë shpresë regjimi vegjetonte. Pse të përmenda mjekun? Në qoftë se nuk vën diagnozë, pra ti vuan nga kjo smundje, çdo mjekim mund sjell më keq se sa mungesa mjekimit. Pra çdo ilaç duhet shkojnë me smundjen. Sepse ndoshta ne i zgjasim jetën me kozmetik problemeve. Dhe një nga gjërat që unë për veten time e kam si modus në çdo lloj tryeze, në çdo televizion, është një pikë që keni vendosur ju dhe ju falenderoj shumë, pjesa oligarkisë. Por që mendoj që është një keqkuptim shumë i madh në Shqipëri. Pse? Se në Shqipëri oligarki i thon monopolit. Dhe oligarki i thon njerëzve me lek. Oligarki vjen nga greqishtja, e dim të gjithë absolutisht, është qeverisja mbledhja e pushtetit në paktuar. Dhe oligark, pavarësisht se ka kaluar në termin rus që janë ata që kanë shumë lek, oligark janë ata që ndikojnë paktuar, që ndikojnë jetën tonë, që mund të jetë edhe një gjykatës, mund të jetë një gazetar me influencë të jashtëzakonshme. Për shembull, rasti tipik i oligarkisë, përfitojmë edhe nga fakti që jemi më privat se i kanë dhe kamerat, falë zotit, është rasti i Ilir Metës, kur doli që një nga këta që ne i themi oligark, por që është biznesmen, që ushtron pushtet e tij, i kishte kërkuar Ilir Metës të fuste një ligj dhe e kishte shpërblyer. Kjo është oligarkia. Paktuar, që rrotullojnë ekonominë, drejtësinë, politikën, që bëjnë pazare mes politikës. Dhe pak politikanë që kanë kapur të gjitha, në radhë parë kanë kapur partitë e tyre, dhe ju falenderoj që e keni vendosur si pikë, por Shqipëria nuk ka pluralizëm politik. Dhe ku jemi sot? Jemi në 90-ën. Liri, demokraci, Shqipëri si gjithë Europa, janë 2 aspirata. E para, sepse të gjitha pushtetet dhe mbi të gjitha lirin, ne na kanë grabitur. Ne jemi të pushtuar. Jemi të pushtuar dhe na kanë marrë gjën e parë lirin, që përkthehet në liri ekonomike, në pluralizëm ekonomik, se duke pasur monopol, ti nuk ke mundësi shkrepset një dorë i shet Shqipëri, mielli një dorë e fut Shqipëri. Kështu që neve në këto kush nuk kemi lirin ekonomike, nuk kemi lirin politike, nuk kemi lirin, si shtanë zonja dhe zotrinë e nderuar, juridike. Pra, ky vend funksionon me një shtet fondacion. Dhe ne duhet rimarrim sistemin, duhet kthehemi liri demokracisë Shqipërisë si gjithë Europa. Dhe jo futje në BE, sepse keni vendosur këtë pyetje në BE-s, dhe neve na ka marrë si një kal të lodhur kryeministri në mandatin e tij të 4, dhe po na thotë do t'ju fus në Europë. Dhe shumë njerëz e besojnë. Dhe shumë njerëz kanë mbyllur dhe gojën sepse quajnë po mirë, ishte aspirata jonë. Jo, ne nuk do të futemi, ne nuk kemi një objekt që futet diku. Aspirata jonë kur kemi dalë dhe kemi qenë nga një pjesë idealiste që kemi qenë gati për t'u vrarë, kemi kërkuar që Shqipëria të bëhet si gjithë Europa. Shqipëri të hynte standardi evropian. Duke filluar nga ndërtimi, që ju shikoni që është kthyer në pastrim parash dhe është degeneruar ndërtimi, në arsim, që tha zotëria e nderuar me shumë të drejtë.
po në mjekësi, po në drejtësi patjetër, po në kulturë, në një agresion të tmerrshëm kulturor, jo pa qëllim në një nga këto spektaklet na shpaloset sigur ata vipat janë ignorant, nuk është pa qëllim ajo. Është për të ky popull është ignorant, ky popull kaq meriton. Këta janë shqiptarët. Si jemi këta? Shiko, unë mendoj që është e stisur. Gjithsesi, pra, duke qenë se neve na kanë marr gjithçka, ne duhet të kthejmë gjithçka, ta fillojmë nga 90-ta. Nuk janë slogane se ka lindur burg Spaçit, revolte Spaçit, liri, demokraci. Shqipëri si gjithë Europa. Dhe demokracia duhet fillojë me shumë të drejtë brenda forcës politike. Sepse janë partitë ose të ndrojmë termin, jo kryetar partie, po mbret partie. Me monarki të trashëgueshme në sistemin e tyre. Në qoftë se ne do t'i vendosim emrin, atëherë unë mendoj që neve do të jemi dhe më eficientë për tryeza, po dhe politika do të jetë në fund fare do të jetë më eficiente dhe juaja. Dhe për t'i vënë pikën, pasi tham diagnozën, cili është ilaçi. Pak e ceku zoti Baçi me pjesën e moralit, po le të themi një gjë fetare, që natyrisht është po aq laike. E para ishte fjala, çdo thotë ishte fjala. Do thotë që ishte ligji. Me një ligjësi hyjnore u ndërtua gjithësia. Pa një ligjësi, pa vendosur shinat, pa thënë fjalën, që do thotë ide, pa le pastaj ideologji. Të prodhojmë ide. Të gjitha janë të domosdoshme. Ndryshimi i ligjit, ndryshimi i kodit, po në emër të kujt? Në qoftë se jemi për të çmontuar sistemin pushtues oligarkik në Shqipëri, atëherë fillojnë vinë vetvetiu dhe të riqet edhe mendimi i shumë njerëzve. Kjo tryezë është minimaliste në raport me frymën që ekziston edhe më besoni brenda socializmit. Kemi kontakt, janë njerëz që ndjehen të pavlefshëm, janë njerëz që ndjehen të tradhtuar. Jemi, prandaj them, jemi në 89-ën. Të ndoshta jo më kot komunist ndershëm si doktor Berisha dolo nga ajo parti dhe sollën demokracinë dhe mund të ndodhi një njëjtë fenomen. Faleminderit. Ne shpresojmë që ndryshimi të vi për diskutim nga bashkimi i njerëzve që kanë vlerat dhe rreth vlerave. Për te emrave, po më shumë shkurt për të përgjigjur me të drejtë asaj që tha Gimbaçi, unë jam politike dhe jam brenda një partie politike. Shikoj dhe edhe kjo tryezë konfirmon që u organizuan në kohë të shpejtë, po falenderoj gjithë secilin që ishte i gatshëm, thuajse asnjë nuk refuzoi nga të ftuarit. Ka shumë tjerë që kanë dalë jashtë vëmendjes dhe jeni plotësisht i sakt që edhe njerëz që nuk mendojnë djathtas po themi, apo janë socialistë, janë të zhgënjur dhe kjo është një tryezë e parë për të diskutuar dhe për çelur një cikël tryezash, për të marrë mendimin për gjithë çështjet që diskutuam, por edhe për të treguar që Partia Demokratike, leadershipi i Partisë Demokratike, nuk arrin dot të mbledh gjithë flukset opozitare që ka ky vend dhe në disa raste nuk do, në disa raste i ka zhgënjur, sepse në politik prandaj janë mandatet dhe prandaj vendosen si kontrata me vite të caktuara për të mbajtur përgjegjësi në fund 4 viteve për ato që thua. Nëse një kryetar partie thot 4 vite më parë që mua Edi Rama nuk mi vjen zgjedhjet, që unë do ta bëj Partinë Demokratike fituese në zgjedhjet lokale, që unë do ta trej zvarr Edi Rama në zgjedhjet e përgjithshme, që unë do t'i rregulloj marrëdhëniet me ndërkombëtarët, që deputetët do t'i zgjedhi antarësia dhe jo leadershipi. Këtu kemi të bëjmë pasaj me një problem që është njësoj, apo është edhe një element tjetër që është shumë i rëndësishëm, fjala e mbajtur. Pra, shqiptari pa diskutim që ka edhe në traditën e vet tek besa apo pa besim fjala e mbajtur, por kur dikush jep fjalën, fjala duhet mbahet.